Allahu xhalla xhelalu kur flet për jetën e lumtur, që sot shumë po fol për ta atë. Jeta e lumtur, jeta e këndshme, mundon nga gjitha aspektet me vol lumturinë atë. Shiko Allahu xhalla wa ala si e prezanton jetën e lumtur atë. Në surën An-Nahl. Surja An-Nahl ndryshe qysh quhet surja e begative. Nga se shumë begative përmend ti. Pe në fillim deri në fund është për begative. Madje në këtë surë Allahu ka thënë in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Qofse do të tentonit me llogarit begatit Allahut, nuk do të arritni me llogarit apo. Mirë. Me numëru. Në këtë surë Allahu xhalla wa ala thot: "Men 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allahu xhalla wa ala thot: "Ani wallahi këtu ajete njerëz kanë ndërnu një jetë 80 vjet me shtet kanë ndërnu njerëz. Nuk mirët vetë çështot. Unë kisha pasur çdo kush më të vërtet me jetu me çita jetë apo spaku në javë, tu mendua. Allahu xhalla wala po thot: "Men amila salihan", kush bën punë të mira, qoftë mashkull apo femër, wa huwa mu'minun, duke qenë besimtar, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Me krejt përforcimet e mundshme në gjuhën arabe është përforcuar jeta e mirë këtë atë. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. S'ka përforcim të hala që mund të shti këto, se bën më fjalë ato. Kemë më dhënë jetë mirë. A ki që si jetë ti? Çka kursi loçëm. Wala najziyannahum. Kjo për dunja, hayat tayyiba, të këndshme. Para në njerëz këtu në kon ka on me kon që në xhenet s'po du më shumë. Në para më na. Çu ka pa Allahu këtu na thon. Wala najziyannahum, ka Allah xhela. Ja, kjo në dunja është hayat tayyiba. Ndërsa në ahiret lanajziyannahum kena me shpërbly bi ahsani ma kanu ya'malun, me punën më të mirë që kanë vepruar. Shikoj Allahu sa është i kujdesshëm subhanallahu. Nuk mjaftohet me çikash për jetë mirë thon. Hala na ka thënë që do të merrnu mirë thon. Mas këtij ajeti është, mas që ti më njerë mas ajeti. Çka thot Allahu xhalla wa ala? Thot fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A don jetë lumtur? A don hayat tayyiba? Fa idha qara'ta al-Qur'ana thon. Kur të lexosh Kur'anin thon, çka? Veç me lexua? Fasta'idh billah. Kërkon ndihmë nga Allahu, nga shejtani mallkum, nga sa ai të bën më bohat me mos me përfitu pitin atë. Thuj mirë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Çi më përdun nga Kur'ani atë. 100 herë që lexoj shtat atë. Apo, po s'ka thon mirë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, që ata s'ta kalon shajafën. As ty as mu. Prandaj shejtani dëpërton që njerëzit fillimisht me praktikë këtë Kur'an tërësisht. Që se ka bo shumicë dërmuese të botës. Shumica dërmuese e njerëzve e kanë praktikë tërësisht Kur'anin atë. S'kan kur falidhe me ta. Ndërsa një pjesë që ka këmbgul me pas lidhje, shumicës prej këtyne çka ju ka bo? I ka mjaftuar me lexim atë. Ndërsa kësaj shumicës që veç me lexim janë, shumicës prej tyne ju ka mjaftuar që me lexuesh për dekun atë. Tash para mendoja, ajo pakica që e lexon për gjallë. Pakica e kësaj pakice është që e mediton atë dhe përfiton prej tij atë. Qesa umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sot jeton me Kur'an atë. Nëse Allahu po thot, "Wa idha qara'ta al-Qur'ana", mas jetës e lumtur, apo do jetë këndshme, jetë pa depresione, pa strese. Pse ka? Allahu po thot çka, ai që na ka dhënë jetën po thot çka.